Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Shqipëria po kthehet në një destinacion gjithnjë më të pëlqyer për francezët. Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale artikullin e publikuar nga kanali francez BFM Business, ku vihet në dukje interesi i lartë për të vizituar Shqipërinë. Sipas tij, rezervimet nga Franca janë rritur me 288%, ndërsa natyra, çmimet konkurruese dhe pasuritë turistike po e kthejnë vendin në një destinacion gjithnjë më të kërkuar në Europë. Tepelena vijon të tërheq turistë vendas dhe të huaj edhe këtë sezon. Kalaja, lumi, vjosa dhe pasuritë natyrore e kulturore po shtojnë interesin për zonën, ndërsa synimi është që Tepelena të kthehet nga një pikë ndalese në një destinacion ku vizitorët qëndrojnë dhe eksplorojnë më gjatë. Pasuritë natyrore dhe kulturore të Dropullit po tërheqin gjithnjë më shumë vizitor vendas dhe të huaj, nga peizazhet e Murganës e Stugarës, të fshatrat historik, monumentet e kulturës, kishat dhe traditat e pasura. Dropulli po kthehet në një destinacion të preferuar për ata që kërkojnë natyrë, historinë dhe autenticitetin. Saracinishta pranë parkut antik të Antigones gjallërohet gjatë verës nga kthimi i emigrantëve dhe vizitat e turistëve. Natyra, traditat dhe jeta rurale të ndërthurura me trashëgiminë historike të zonës po e kthejnë fshatin në një pikë tërheqëse për turizmin lokal dhe të huaj. Ju njohim tani më gjërësisht. Shqipëria po kthehet në një destinacion gjithnjë më të pëlqyer për francezët. Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale artikullin e publikuar nga kanali francez BFM Business, ku vihet në dukje interesi i lartë për të vizituar Shqipërinë. Sipas tij, rezervimet nga Franca janë rritur me 288%, ndërsa natyra, çmimet konkurruese dhe pasuritë turistike po e kthejnë vendin në një destinacion gjithnjë më të kërkuar në Europë. Shqipëria po fiton gjithnjë më tepër vëmendjen e turistëve të huaj duke u shndruar në një nga destinacionet turistike më të kërkuara në Europë. Artikulli i Marie Flamine Lavergne, i shpërndar edhe nga kryeministri Edi Rama, evidenton rritjen e interesit ndërkombëtar për vendin dhe faktorët që po ndikojnë në këtë trend. Një prej treguesve më të dukshëm vjen nga tregu francez. Sipas artikullit, rezervimet nga Franca drejt Shqipërisë janë rritur me 288.2%, krahasuar me një vit më parë. Ndërkohë, gjatë vitit 2025, vendi priti më shumë se 12 milion vizitorë ndërkombëtar, duke kthyer turizmin në një nga sektorët kryesor të ekonomisë shqiptare. Një nga avantazhet që përmendet është kostoja, krahasuar me destinacione tradicionale të mesdheut si Greqia, Italia dhe Kroacia. Shqipëria vijon të konsiderohet një alternativë më e përballueshme. Sipas një artikulli, një vakt në një restorant kushton ekonomikisht rreth 8 euro në Shqipëri, ndërsa në Kroaci rreth 12 euro, në Greqi 15 euro dhe në Itali 17 euro. Edhe akomodimi mbetet konkurrues me dhoma që në platformat e rezervimeve mund të gjende për rreth 100 euro për 2 net, por krahas çmimeve, një rol të rëndësishëm po luan edhe aksesueshmëria, rritja e lidhjeve ajrore me Tiranën, veçanërisht përmes kompanive low cost, si dhe përmirësimi gradual i infrastrukturës, kanë lehtësuar udhëtimin drejt dhe brenda Shqipërisë. Në qendër të vëmendjes mbetet natyra, ujërat e kaltëra, malet, fshatra tradicional dhe riviera shqiptare janë kthyer në imazhe të fuqishme promovuese, veçanërisht në rrjetet sociale. Ksamili kushtohet një vëmendje veçantë për plazhet dhe ishujt e vegjël, por artikulli thekson se Shqipëria ofron shumë më tepër se turizëm bregdetar. Destinacionet malore, peizazhet rurale dhe trashëgimia kulturore po tërheqin gjithnjë më tepër vizitorë në kërkim të eksperiencave të ndryshme. Përballë kësaj rritjeje, sfida mbetet menaxhimi i qëndrueshëm i turizmit. Strategjia kombëtare e turizmit 2030 e zbatuar që nga viti 2024 synon rritjen e të ardhurave, përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe mbrojtjen e mjedisit nga pasojat e mbipopullimit. Një rritje që tregon se Shqipëria tashmë nuk po shihet vetëm si një destinacion alternativ, por gjithnjë më tepër si një emër i konsoliduar në hartën turistike europiane. Godina e shtëpisë fëmijës Vangjel Pulla në Sarand po i nënshtrohet një transformimi të plot me synim krijimin e një mjedisi modern, të sigurt dhe me standarde bashkëkohore për fëmijët. Projekti është pjesë e investimeve të qeverisë shqiptare përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe synon përmirësimin e kushteve të jetesës, edukimit dhe shërbimeve që ofrohen në këtë institucion. Sipas vendës kryeministres Albana Koçiu, ndërhyrja do të krijojë ambiente më funksionale dhe hapësira të dedikuara për mësim.
informim, art, edukim dhe zhvillimin e aftësive të fëmijëve. Transformimi i godinës synon që fëmijët të kenë jo vetëm një ambient më të përshtatshëm për të jetuar, por edhe kushte që i ndihmojnë në zhvillimin e tyre personal dhe përgatitjen për një jetë të pavarur. Qendra e re parashikohet të ofrojë një model më modern të përkujdesjes sociale, duke kombinuar shërbimet rezidenciale dhe ditore me hapësirë të përshtatura për edukim dhe aktivitete të ndryshme. Në fokus është edhe krijimi një mjedisi gjithëpërfshirës, ku fëmijët të kenë mundësi të zhvillojnë aftësitë, talentet dhe potencialin e tyre. Investimi vjen në kuadër të përpjekjeve për modernizimin e shërbimeve sociale dhe përmirësimin e infrastrukturës së institucioneve që kujdesen për fëmijët. Përmes kësaj ndërhyrje, shtëpia e fëmijës Vangjel Pulla synon të kthehet në një hapësirë më funksionale dhe më të përshtatshme për kujdesin dhe zhvillimin e fëmijëve. Një investim që synon të vendos në qendër mirëqenien e tyre, duke u krijuar më shumë mundësi për edukim, zhvillim dhe një të ardhme më të sigurt. Tepelena vijon të tërheq turistë vendas dhe të huaj edhe këtë sezon. Kalaja, lumi Vjosa dhe pasuritë natyrore e kulturore po e shtojnë interesin për zonën, ndërsa synimi është që Tepelena të kthehet nga një pikë ndalese në një destinacion ku vizitorët qëndrojnë dhe eksplorojnë më gjatë. Tepelena me resurset e saj të pasura natyrore, historike dhe kulturore ka qenë edhe këtë sezon turistik një prej destinacioneve të preferuara për vizitorët vendas dhe të huaj. Qyteti dhe zonat përreth ofrojnë një kombinim të veçantë mes historisë, natyrës dhe aventurës, duke tërhequr turistë që zgjedhin të eksplorojnë jugun e vendit. Sipas të dhënave gjatë kësaj periudhe, numri i turistëve të huaj që ndalen në qytet dhe në zonat përreth ka ardhur në rritje. Ka pasur një turizëm relativisht të qëndrueshëm në aspektin numerik. Shprehen dhe diku të kënaqur, po themi, operatorët turistik në zonë. Sigurisht që dëshira është më madhe për të shtuar kërkesat, për të rritur kërkesat, por kjo patjetër që kërkon edhe një lloj mbështetje, një lloj angazhimi jo vetëm individual, pra po themi në shërbime, por kërkon patjetër edhe mbështetjen e institucioneve, si në këtë rast është Bashkia e Tepelenës. Jemi në fazën që Kalaja e Tepelenës është drejt përfundimit të saj, për sa i përket punimeve restauruese. Është një aset i rëndësishëm dhe një, si thua, një objekt i cili bën që të kthejnë kokën atë Tepelenën, pra është një arsye për të qëndruar Tepelenë, dhe në kushtet që ka qenë, pra në këtë periudhën 2 vjeçare që ka qenë në rekonstruksion, sigurisht ka pasur dhe në impaktin e vet, po themi jo pozitiv, sepse ka penguar që të ketë një turizëm konstant. Ndërsa atraksionet që vjojnë të tërheqin më shumë turistët janë Kalaja e Tepelenës, monument me rëndësi historike dhe një prej simboleve të qytetit. Interes të veçantë paraqet edhe lumi Vjosa, i cili ofron mundësi për eksplorim të natyrës dhe aktiviteteve të ndryshme turistike. Ato mund të vizitojnë pa diskutim Kanonet e Kurveleshit, cilat janë atraksione më interesante deri më sot, pra janë ato që tërheqin më shumë vëmendjen për rritjes së vërtetës, pastaj vjen Vjosa, është e dyta në radhë. Dhe shumë pak, pastaj ka aktivitete natyrore që mund të jenë ecjet apo ngjitjet në mal, që janë dhe pak më të zbehta, po themi tani në periudhën e korrigueshit, sepse është temperaturat e larta nuk e favorizojnë. Pra njerëzit kërkojnë më shumë freski dhe më shumë të jenë afër detit për të qenë të realistë, ose më shumë afër malit. Me pasurinë e saj historike dhe natyrore, Tepelena synon të zgjerojë më tej ofertën turistike dhe të kthehet jo vetëm në një pikë ndalese për vizitorët, por edhe në një destinacion ku turistët qëndrojnë dhe eksplorojnë më gjatë. Pasuritë natyrore dhe kulturore të Dropullit po tërheqin gjithnjë më shumë vizitorë vendas dhe të huaj, nga peizazhet e Murganës e Stugarës tek fshatrat historik, monumentet e kulturës, kishat dhe traditat e pasura. Dropulli po kthehet në një destinacion të preferuar për ata që kërkojnë natyrën, historinë dhe autenticitetin. Bashkia Dropull me zonat përreth saj po shndrohet në një nga destinacionet më tërheqëse turistike të qarkut të Gjirokastrës. Sipas përfaqësuesve të sektorit të turizmit, kjo bashki po njeh nga viti në vit një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve, si të huaj ashtu edhe vendas, të cilët tërhiqen nga pasuritë e saj kulturore, historike dhe natyrore.
Të shumë kanë qenë dhe turistët e huaj që kanë vizituar vendet turistike të Dropullit, si për shembull amfiteatrin e Adrianopolit në Sofratik, kishën e peshkëpisë poshtme, fshatin Sotir që është nga një fshatra turistike, edhe fshatrat e tjera. Një ndikim të rëndësishëm në rritjen e numrit të vizitorëve kanë edhe aktivitetet e shumta kulturore, artistike dhe promovuese që organizohen nga Bashkia Dropull, me synim gjallërimin e jetës së komunitetit dhe pasurimin e përvojës së turistëve. Në rritjen e vizitorëve ka ndikuar edhe organizimi i aktiviteteve nga shoqata të ndryshme kulturore, ka aktivitete të ndryshme si panairet dhe festat që mblidhen gjithë dropullitët, edhe është jo vetëm dropullitët, por edhe turistë huaj që i presin, domethënë këto panaire. Me pejsazhet e saj natyrore, monumentet e kulturës, traditat e ruajtura ndër breza dhe mikpritjen karakteristike të banorëve, Bashkia Dropull dhe rrethinat e saj po konsiderohen gjithnjë më tepër të një destinacion i rëndësishëm në hartën turistike në jug të vendit, duke tërhequr çdo vit një numër në rritje vizitorësh. Talenti, puna dhe përkushtimi i të rinjve shqiptar janë në qendër të vëmendjes në ditën ndërkombëtare të rinjës. Në një postim në rrjetet sociale, Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro ka zgjedhur të sjellë në vëmendje disa prej nxënësve më të spikatur të shkollave shqiptare, fitues të Olimpiadave kombëtare për vitin shkollor 2025-2026. Bet fjalë për të rinj që kanë spikatur në fusha të ndryshme të dijes, duke përfaqësuar me rezultate dhe përkushtim shkollat e tyre. Kumbaro e cilëson ata si disa prej mendjeve të bukura të shkollave tona, duke shprehur krenarin për arritjet e tyre dhe besimin se këta të rinj do të jenë pjesë e Shqipërisë së së ardhmes. Olimpiadat kombëtare janë një nga format përmes të cilave evidentohen dhe mbështeten nxënësit me rezultate të larta, duke nxitur konkurrencën, kërkimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të aftësive të tyre. Përtej medaljeve dhe çmimeve, këto rezultate përfaqësojnë edhe një mesazh për brezin e ri. Investimi në dije dhe arsim mbetet një nga rrugët më të rëndësishme për të ndërtuar të ardhmen. Në ditën ndërkombëtare të rinisë, vëmendja shkon pikërisht tek këta të rinj që sot bëjnë krenar familjet dhe shkollat e tyre, ndërsa nesër synohet të jenë profesionistët, studiuesit dhe qytetarët që do të kontribuojnë në zhvillimin e vendit. Vera ka shtuar rastet me infeksione të veshit, kryesisht nga kontakti me ujërat e pishinave, detit dhe ujërave të ëmbla, por edhe nga pastrimi agresiv i veshit. Dhimbja, kruajtja, bllokimi dhe rënja e dëgjimit janë ndër simptomat kryesore. Mjekët këshillojnë të shmanget të vetë mjekimi dhe të kërkohet ndihma e specialistit, veçanërisht në rastet me dhimbja apo rrjedhje nga veshi. Dhimbje, kruajtje veshi, ndjesi bllokimi dhe në disa raste edhe rënje të dëgjimit. Janë këto disa nga pasojat me të cilat po përballen gjatë verës pacientët që zhvillojnë infeksione të veshit. Sipas shefes së ORL-s në QSUT, burimi këtyre shqetësimeve janë kryesisht kontakti me ujërat e pishinave, zhytja në ujëra të ëmbla dhe deti kur është i mbipopulluar. Kategoria më e madhe janë të rriturit dhe janë infeksionet e veshit të jashtëm që lidhen me frekuentimin e pishinave, të detit, po përgjithsisht ujrave jo shumë të pastra, ose të kujdesit jo të përshtatshëm ndaj veshit. Pacienti ka dhimbje shumë të forta, diskomfort, dhimbje, mund të ketë qerp që rrjedh nga veshi, entet veshi, pra është i bezdisur në sensin e simptomatologjisë. Të veçlit përballen me infeksione të veshit të mesit, të cilat shfaqen pas virozave, ndryshimeve të temperaturave dhe presionit, por edhe gjatë udhëtimeve ajrore apo zhytjeve. Mund të shoqërohen edhe me ulje dëgjimi të përkohshme, mund të ngelet dhe daullja e veshit e çarë nëse janë përsëritura. Pra ky grup është më problematik. Infeksionet e veshit mesëm që ndodhin përgjithsisht në moshën pediatrike shoqërohen gjithmonë me temperaturë. Mjekët këshillojnë sidomos kujdes me mënyrën e pastrimit. Të mos të kruhet me lloj-lloj sendesh të forta të papërshtatshme, sepse hapin porta për futjen e infeksioneve, dhe dyta që njerëzit duhet të zgjedhin vendet në të cilat lahen, sepse jo të gjitha po them pishinat janë me ujë të kontrolluar, të klorizuar, që ndrohet sipas kushteve teknike që duhet të ndrohet. Shefja ORL-s thotë se çdo ditë në spital trajtohen rreth 15-20 raste që përbëjnë ato më të komplikuarat, ndërsa pjesa më e madhe priten nga qendrat e specialiteteve. Mjekët këshillojnë të mos neglizhohet dhimbja, rrjedhja nga veshja apo ndjesitë e bllokimit, por të trajtohen në kohë.
Qytetarët mund të sigurojnë online kopje të vërtetuara të dokumenteve që ndodhen në dosjen e pronës së tyre. Shërbimi ofrohet përmes platformës e-Albania, duke shmangur paraqitjen fizike pranë zyrave të kadastrës dhe duke lehtësuar aksesin në dokumentacion tekniko-ligjor të pasurive të paluajtshme. Sipas njoftimit të kadastrës shqiptare, përmes këtij shërbimi qytetarët mund të marrin kontratën në planimetrin, si dhe dokumente të tjera tekniko-ligjore mbi të cilat është bazuar regjistri i pasurisë së paluajtshme. Për të përfituar dokumentacionin, aplikimi kryhet në platformën e-Albania përmes shërbimit me emërtimin kopje të vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore në të cilat bazohet regjistri i pasurive të paluajtshme, referencë regjistrimi. Procedura synon t'ju jap qytetarëve akses më të shpejt dhe më të thjeshtë në dokumentet e pronës, veçanërisht në rastet kur nevojitet për transaksione, procedura administrative apo verifikime të ndryshme ligjore. Kadastra sqaron se koha e marrjes së dokumentacionit varet nga statusi i digitalizimit të dosjes. Për pasuritë që janë tashmë të digitalizuara, dokumentet vijnë në dispozicion menjëherë pas përfundimit të procedurës, ndërsa për pasuritë dokumentacioni të cilave nuk është ende i digitalizuar, kërkohet përgatitja e tij nga strukturat përkatëse dhe vendosja në dispozicion bëhet brenda 5 ditëve. Fusha e Vurgut në Bashkinë e Finiqit përballet me nevojën për zgjatjen e sezonit të vaditjes. Tatësira e javëve të fundit ka rritur kërkesën për ujë, veçanërisht për kulturën e misrit, ndërsa fermerët kërkojnë vijimin e vaditjes deri në fund të gushtit. Në sipërfaqen prej 6.000 hektarës të pjesës së poshtme të fushës së Vurgut në Bashkinë e Finiqit, shtrihen 550 km kanale kolluese dhe vaditëse. Ndër kanalet vaditëse më kryesore mund të përmendim kanalin e njohur Thoma Filipeu, me një gjatësi prej 18 km, i cili po rikonstruktohet me fondet e qeverisë shqiptare në një projekt 3 vjeçar investimi, si dhe kanalin KK3, i cili vadit kryesisht tokat dhe njësitë administrative të Finiqit. Ndërsa burimet ujore më kryesore janë lumi i Bistricës dhe lumi i Kalasës. Po si ka qenë mbarvajtja e sezonit të së vjetshëm të vaditjes në Bashkinë e Finiqit? Sipërfaqja e mbjellë me misën në këtë fush është jashtëzakonisht e madhe. Mund të ketë për shembull Saranda rreth 3.000 hektar me misër. Ky Bashkia e Finiqit mund të ketë 500, 600, 700 hektar. Dhe konkretisht problematika është e njëjtë në të gjithë, siç është në të gjithë Republikën. Vaditjet ose kanalet për shembull konkretisht pastrohen nga fermerët. Me qenë se dhe ata nuk kanë shoqatën e përdorimit të ujit, edhe atje është një problematikë e madhe. Ky kanal është shfrytzuar nga firma të tilla të cilat kanë ndërtuar hidroshendalin dhe kanë marrë gjithë pjesën e sasisë së ujit të Kalasës dhe po çohet në det për të marrë korrent. Dhe nuk, domethënë sipas kontratës që kanë ata, duhet pjesa më e madhe, domethënë në sezonin e maj deri në shtator, duhet të derë në lumin e Kalasës për të vaditur fermerët. Sipas fermerëve të 5 njësive administrative në Bashkinë e Finiqit, tatësira e javëve të fundit e bën detyrueshme zgjatjen e sezonit të vaditjes, kryesisht në kulturën e misrit, deri në fund të muajit gusht. Saraqinishta pranë parkut antik të Antigones gjallërohet gjatë verës nga kthimi i emigrantëve dhe vizitave të turistëve. Natyra, traditat dhe jeta rurale të ndërthurura me trashëgimin historike të zonës po e kthejnë fshatin në një pikë tërheqëse për turizmin lokal dhe të huaj. Fshati Saraqinisht në njësinë administrative Antigone të Bashkisë së Gjirokastrës është një nga zonat që ruan më së miri traditën, historinë dhe zakonet e trashëguara ndër breza. I vendosur pranë parkut antik të Antigones, ky fshat ofron një ndërthurje të veçantë mes vlerave historike dhe jetës së përditshme rurale. Banorët vazhdojnë të merren me punët e stinës, duke kultivuar të mbjella, fruta dhe perime si një burim i rëndësishëm jetese. Banorët tani ja kanë një copë kush këtu mire me të një qikuj, mbledh ndonjë domate, ndonjë fasule, përdimë, neve pensionistë jemi. Ka të tjerë që kanë bakti, janë të rinj ata, që kanë bakti janë të rinj. Vazhdojnë këto traditat e fshatit, i mbajnë gjatë? I mbajnë këto, ka ata që janë i mbajnë. Ja, ledhëm nga një dorë fasule të thata përdimër. Ja të vapë është, s'ka tani u. Periude, i këtani, se është vapë. E keni mbjell baqen? Një copë të vogël, sa ne pensionistët. Dhe çfarë? Speca, domate, një di barbunja, ja këto, ja to kemi, tjetër gjë s'kemi. Kishim dhe një di patate qep, ato i shkullëm ato. E tani s'kemi gjë, ja këto janë, domate speca kemi. Ka di biznesmen këtu që janë një me lope, një me dhën.
Të tjerët pastaj me baçana me kështu, kush ka një vijë, kush ka një lop. Ka ikur ajo e para që kishën në bakti shumë këtu, 1500 kongë bante Sarakinishta. Miremi me këto koshtrat, marrojmë punën me koshtrat, vajti ora 8:30-9 të futemi brenda, se është vape e madhe. Çfarë keni mbjell? Ka mbjell domate, piperka, patlıgjane, qepë, patate, ato i shkullëm. Ca na i hangri begjeku, ca i kemi. Edhe kështu që... Edhe pse janë të moshuar, i mbajnë këto traditat e nuk kemi çfarë të bëjmë, me duar lidhur. Kush është mësuar që të punoj, punon. Kush është mësuar që të ri, t'i mbaj duar të lidhur, nuk hanë gjë. Kurse neve, ato qika, si që jemi pleqëria, i bëjmë. Blegtori kanë, mbajnë? Mbajnë, ka këtu që janë 3 kopera këtu. 2 janë lartë dhe një është krye plaku këtu, që mbajnë kope. Gjatë kësaj periudhe vere Sarakinishta merr një gjallëri të veçantë. Emigrantët kthehen pranë familjeve të tyre për të kaluar pushimet, duke rikthyer atmosferën e dikurshme, po ashtu edhe turistët e huaj që eksplorojnë këtë zonë, të tërhequr nga natyra, qetësia dhe autenticiteti që ofron fshati. Vizitorët kanë mundësi të përjetojnë jetën tradicionale dhe të njihen nga afër me kulturën lokale. Erdhën tani fëmija, në arrin një 5 ditë dhe ku e gjikondi pastaja? Ku një vit prap, të vi prap gushti. Po vinë shumë turista, vinë në Jerm. E vinë, dali dhe në përshata. Na kërkojnë dhe uju, kemi dhe dhe uje. Unë jam emigrant, tani kam ardhur dhe nuk kam punra të tjera këtu që... Vini shpesh në fshat? Po vi, 2 herë, 3 herë. Po zakonisht vi në Kërshor, mes Kërshori dhe në fund shtatorit. Keni nostalgji për fshatin? Shumë. Kemi shumë. Ku jetoni ju tani? Në Athinë. Po shtëpit këtu i keni mirë mbajtur? Po. Kemi reguluar ato të gjithë. Kishëm nostalgji të madhe dhe hodhëm edhe para këtu, po prap ndjemi kënaqësi që vime dhe rrim si njerëz. Blidheni me nipër, me mbesa? Plot, më kanë ardhur vajzat, nipret, tani më vjen djali, menuse, plot, të tërë vinë tanin, po ne vazhdojmë të rrim këtu deri në fundi shtatorit, të thashe. Tani vetëm nipi më erdhi, i madhi, vetëm, tani pres djalin e madh, timin, menusen, djali vogël nuk më vjen, i vogli, i të madhit. Nuk më vjen se veten në punë, dhe nuk e lë pronari që tiki. Kurse djali vogël, timi, thomë se mos vi, po ai kur vjen, vinë të 2 bashkë, të 2 vlezrit, në shtator që mbledhin këto gjërat. Mbledhin kivi, është bërë kivi këtu poshtë, shtë të them, nuk e di se si do ta mbledhin. Me zi e prisni? Me zi e presim që kur i shikojnë në derë, atëre më ashtu. Gjallërohet fshati tani nga këta emigrantët që... Tashi që vinë, kemi festën pas nesër, në datën 17, bëhet festë e madhe këtu, vinë të tërë emigrantët, e pëlqejnë është fshati i bukur, i mirë thonë, venë edhe në krua të madhë, venë edhe atje pinë ujë të ftohtë, edhe shofin, edhe thonë po sa fshati i bukur që është. Huaj. Të huajt, pa jo këta të vendit këtu, edhe të vendit duan. Mua më vinë djali i mbesës të burrit tim, më vjen që nga Tirana vetëm kur vin fëmijët e mi. Afërsia me parkun antik të Antigones e bën këtë fshat edhe më tërheqës për vizitorët që kërkojnë të kombinojnë historinë me natyrën, me potencialin që mbart. Sarakinishta po kthehet gjithnjë më shumë në një pikë interesi për turizmin lokal dhe të huaj, duke ruajtur njëkohësisht identitetin e saj autentik. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.